Armendi ka ardhur në Zvicër në kuadër të bashkimit familjar. Ai ka vetëm disa muaj këtu dhe ka pak njohuri të gjuhës vendore. Në vendlindjen e tij, ai nuk ka kryer një formim profesional, por ai dëshiron ta bëjë këtë tani në mënyrë që të mund të punojë dhe të fitojë para në të ardhmen. Si duhet të veprojë ai? Armendi dëshiron të punojë si shitës. Ai shkon në qendrën e informimit dhe këshillimit rreth profesionit BIZ në kantonin ku ai banon. Aty, ai mund të marrë mbështetje për karrierën e tij profesionale ose arsimore. Duke qenë se Armendi është i ri në Zvicër, atij rekomandohet fillimisht të ndjek një kurs gjuhe. Tutje i shpjegojnë formimin profesional, rrugën arsimore më të përzgjedhur në Zvicër. Gjatë formimit profesional punohet në një ndërmarrje, ndiqet shkolla profesionale dhe në këtë mënyrë kombinohet praktika dhe teoria. Përveç kësaj, duke filluar që nga dita e parë merret një rrogë nxënësi profesional. Rruga për të marrë një diplomë të formimit profesional kërkon kohë, por ja vlen. Shanset për të gjetur një vend të mirë pune në tregun e punës përmirësohen ndjeshëm dhe vetëm pas pak vitesh, diploma e kualifikimit profesional sjell edhe përparësi financiare. Në BIZ, Armendi mëson edhe rreth praktikës integruese përgatitore njëvjeçare INVOL, e cila mund të kryhet në fusha të ndryshme profesionale. Ajo drejtohet mërgjimtarëve dhe është një përgatitje mjaft e mirë për mësimin e profesionit. Gjatë INVOL, punohet në një ndërmarrje disa ditë në javë. Aty mësohen bazat e para praktike dhe krahas punës praktike ndiqet edhe shkolla. Armendi informohet në kantonin ku ai banon rreth kushteve të pranimit në INVOL. Pasi ai t'i plotësoj kushtet paraprake, do të fillojë në verë me programin. Në këtë mënyrë, Armendi përmirëson njohuritë e tij të gjuhës vendore dhe njihet me fushën profesionale. Pas përfundimit të INVOL, ai është i përgatitur mirë për mësimin e profesionit. 3 vjet më vonë, ai e përfundon me sukses shkollën profesionale si shitës, duke u pajisur me certifikatën federale të aftësisë EFZ. Vendimi për të ndjekur një shkollë profesionale është i shpaguar. Armendi ka gjetur një punë si shitës dhe është i pavarur financiarisht. Për të ardhmen, ai ka tani më plane të mëtejshme. Ai dëshiron të bëjë më vonë maturën e tij profesionale dhe të studiojë ekonomi. Karriera e suksesshme në Zvicër fillon shpesh me një shkollë profesionale. Tek BIZ-i, ju mësoni si hyjet në jetën profesionale.